Maldini Katsuri do e vazhdoj karrierën te Grimsby Town në Ligën 2, që është ndryshe kategoria 4 e futbollit anglez. Football Insider raporton se Arsenali ka pranuar ofertën, ndërsa testet mjekësore dhe firma do të vinë në vijim. Kjo është një kthesë e papritur për 20 vjeçarin, duke qenë se nuk bëhet fjalë për huazim. Grimsby po e transferon mbrojtësin e kombëtares shqiptare, që pritet të firmos kontratë të vlefshme deri në verën e vitit 2027. Huazimi i tij te Morecambe në kategorinë e 5 u quajti suksesshëm, megjithatë duke qenë se Grimsby luan në kategorinë e 4, mendohej më tepër se do të vinte sërish një huazim. I lindur në Londër, Katsuri provoi dhe debutimin me ekipin e parë të Arsenalit. Data 25 shtator në vitin 2024 ishte historike, ndërsa Arsenali luajti një ndeshje kupe me Bolton. Debutimi për te kombëtari erdhi në shtatorin e kaluar, kur trajneri Silvinho e preferoi përmirësoren me Gibraltarin.